Kryetari i Aleancës së Maqedonasve për Integrim Evropian, Vasil Sterijovski, ka shprehur kundërshtimin e fortë të komunitetit Maqedonas të Bashkisë Pustec ndaj vendimit të qeverisë shqiptare për hapjen e 3 qendrave pritëse për emigrant në këtë zonë. Sipas AMIE, qendrat janë parashikuar të ndërtohen në njësinë administrative Zronsko, në fushën sportive të Pustecit dhe në fushën sportive të fshatit Dolna Gorica, pas një konsultimi banor dhe pushtetin vendor. Këto qendra janë planifikuar për emigrantë nga Afganistani, Pakistani, Irani, Siria, Libani dhe Gaza, të cilët përdorin Shqipërinë si vend tranziti drejt Bashkimit Evropian. Aleanca Maqedonase për Integrimin Evropian denoncon faktin se ky vendim është marrë pas një konsultim publik me banorët e komunitetit Maqedonas të Bashkisë Pustec, pa përfshirjen e pushtetit vendor dhe pa dialog me aktorët lokal, duke shkelur rënd parimet e vetëqeverisjes vendore, transparencës dhe demokracisë pjesëmarrëse. Sterijovski thekson se Bashkia Pustec është pjesë e parkut kombëtar të Prespës dhe zonë turistike, ndërsa ndërtimi i këtyre qendrave rrezikon mjedisin, zhvillimin e turizmit dhe ekzistencën e komunitetit Maqedonas në këtë zonë. Hapja e këtyre qendrave, e kombinuara me mungesën e plotë të investimeve shtetërore, rrezikon të thellojë edhe më tej emigrimin e banorëve të Bashkisë Pustec nga vendlindja e tyre, duke vënë seriozisht në rrezik ekzistencën dhe vazhdimsinë e komunitetit Maqedonas në këtë zonë. Aleanca Maqedonase për Integrimin Evropian i kërkon qeverisë shqiptare heqjen e menjëhershme të Bashkisë Pustec nga harta e parashikuar për ngritjen e qendrave pritëse për emigrantët, planifikimin dhe realizimin e investimeve konkrete në infrastrukturë dhe zhvillim lokal, duke marrë parasysh faktin se zona e Prespës është lënë pasdore nga të gjithë qeveritë gjatë 35 vitet e fundit. Sipas tyre, vendimi përbën shkelje të ligjit për mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe rrezikon të përshpejtojë shpopullimin e zonës.